Vëllezër dhe motra më Krishtin, ne sot jemi në prag të vigjiljes së lindjes Zotit ton Jezu Krisht, lindjes së tij mishërore, dhe ne duhet ta festojmë në mënyrë tradicionale këtë ditë. Me një ndryshim se vitin e kaluar ne e kemi bërë festën e Krishtlindjes në orët mbas 12-s. Si vjet, duke pasur parasysh se lindja e Krishtit në orët e para të mëngjesit të datës 25, ne do të kremtojmë dhe do të festojmë në orët 8 të mëngjesit. Jam të mërpritur të gjithë ata besimtar ortodoks, të gjithë ata të cilët janë dashamirës të kishës. Mbas kishës, ne do të kemi edhe një koktejl për të cilin jam të mirëpritur të gjithë ata që do të na respektojnë. Gëzuar për shumë vjetë Krishtlindjet, shëndet, gëzim, lumturin në për familjet tuaja, edhe ardhja e Shën Vasilit që nuk është larg pas Krishtlindjes. Gëzuar.